Incident gjatë fluturimit Gjenev-Prishtinë. Tentoi të hap derën e avionit, udhëtarët e ndalojnë. Një ngjarje e cila u parandalua në kohë ka ndodhur gjatë fluturimit Gjenev-Prishtinë. Një i ri që po udhëtonte nga Zvicra drejt vendlindjes ka tentuar të hap derën e avionit. Pas kësaj, udhëtarët kanë reaguar menjëherë dhe janë munduar ta mbajnë nën kontroll shqiptarin. Disa prej tyre janë hedhur mbi të riun, ndërsa 2 të tjerë kanë ndërhyrë dhe kanë mbajtur me forcë. Nuk është e qartë nëse ngjarja ka ndodhur gjatë fluturimit dhe avioni është detyruar të bëjë një ulje emergjente në ndonjë shtet tjetër, apo gjithçka ka ndodhur në pistën e aeroportit të Gjenevës. Policia ka ndërhyrë për të neutralizuar situatën, ndërsa shqiptari ka ofenduar dhe përdorur tone të ashpra.